Srbi se nekako teže odlučuju na sve. S druge strane, Šiptari nisu imali nikakav problem. Ali kada sam ja određen, dobijeni podaci iz vojske, iz BIA, iz sudova i cifra, grune serie, ci proprio grune teže odlučuju na sve brže. S druge strane, Šiptari nisu imali nikakav problem. Ali kada sam ja određen, da sarađuje sa jednim timom i istražuje zločin na nas. Moravimo poslati onda su dobijeni podaci iz vojske, iz BIA, iz vojnih sudova i onda su ti kad se dostavljaju papir nekakav 50.000 dokaza. Imamo sada Hašima Tačija konačno u zatvoru. Je zločinac broj 1 na Kosovu i Metohiji jer je nosio najveću odgovornost za delovanje terorističke OVK. Had any evidence, let me be perfectly clear here, we never had any evidence that the Utica General Staff thought others, we never had any evidence that they had directed that the abduction or the capture or seizure of Serbian journalists or LDK activists. We never had any evidence of that. Let me be perfectly clear here. We Isa Mustafa, minister nuk e bën dot. Ai nuk po merret me ekonomi, por me demarkacionin e tij. Zotën e ka vështirë të merret me ekonominë Isa Mustafa, sepse magjistraturën dhe doktoraturën i kanë kundërshtim me njëra tjetrën. Magjistraturën e ka në frymën e socializmit dhe qeverisë. Kemi emra biznesmenësh që për një kohë të shkurtër i kanë shumë të shuar kronat e të tyre në mënyrë eksponenciale, duke pejkaluar edhe Bill Gatesit Mirë po të nejnë Kosovë, Bill Gates dhe Steve Jobs janë të tërë. Gjerim dhe shkëqim dhe vojë. Ata janë pashuruar shpejt dhe shumë për të imaginatës të tyre dhe për të njohurive tonë. Thua se kanë bërë dhe një inovacion në fushën e teknologjisë informative, por si Gates e Jobs. Për pak vite, këta u bërë pronar të kompanive më të fuqishme në vend, si fabrika e miellit Emen Silosi, Qumshtoria Vita, Prince Cafe, fabrika e sfungjerit Komodita Doppio, fabrika e lëngjeve Tango, Zemoval, qendra homologimit, terminali dogmanol në Prishtinë, Peje, Mitrovic, birra e Pejes, thuhet se edhe televizioni Klan Kosovës të tyre e të tjera e të. U 1981. godine nisu prihvatili demonstracije da nas dobrim delom šuruju sa Albancima separatistima. Në kohën e përpashme kanë qenë shqiptarët musliman deri në qeveri më të lartë e ma. Ma në fund e ma, kur janë ra